Ndërsa fenomeni për fat të keq bëhet shqetësues për shkak të numrave në rritje, shpesh pyetet pse nuk flitet, çfarë ndodh me ta? Janë pikërisht adoleshentët dhe të rinj me spektrin e autizmit që janë lënë në harresë totale nga shteti shqiptar, të harruar, ndërkohë që duan terapi intensive dhe përballë sfidave të thella u ofrohet pagesë minimaliste, ndërsa prindrit heqin dorë nga gjithçka për të kujdesur për to. Ministria e Shëndetësisë pohon paradyshjen se shërbimi nga qendrat publike për fëmijë me autizëm jepet deri në moshën 21 vjeçare. Pas kësaj moshe ngrihet një pikpyetje e madhe: çfarë ndodh me këto adoleshentë apo të rinj? Pikërisht atëherë kur kanë më shumë nevojë, që shpesh herë bëhen më agresiv, nëse duhet të qëndrojnë vetëm në shtëpi pa terapi të duhura. Fjalët tona mund të jenë të pakta, mbase nuk do ta shpjegonin kurrë më mirë se sa një histori të vërtetë. Në një qoshe të realitetit shqiptar jeton Valentina, një grua, një nën, një shpirt luftarak, që në moshë të re mori mbi supe një bar që nuk e kishte menduar. Binjakët e saj ishin me çrregullime të spektrit të autizmit. Sot dy djemtë e Valentinës janë 26 vjeç, pra 26 vite përballje rrëzime ringritje. Valentina qëndron si një mal përballë stuhive që nuk ndalen kurrë për të, por pohon se ndihet shumë e pafuqishme, kur nuk e di se çfarë do të ndodh kur ajo të mos jetë më me fëmijët e saj. Djemtë e saj nuk flasin si të tjerët, nuk thonë të dua me fjalë, por ajo e ndjen dashurinë e tyre çdo ditë me përqafime të pazakonta. Valentina ka jetuar në heshtje, me pak ndihmë dhe me një shtet që qëndron i ulur në karrige përballë saj, por nuk është thyer, as kur humbi